Rikthehemi sërish së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt. Do të flasim për një nga projektet investimet strategjike në Zvërnec, i cili ka ngjallur një debat të fortë publik, një përplasje mes qytetarëve, aktivistëve, opozitës, qeverisë, shumë palë të përfshira. Dhe në fakt, nga njëra anë kemi pasur edhe një reagim të fortë nga kryeministri Edi Rama, i cili ka mbrojtur projektin, ka akuzuar kundërshtarët, zërat kritik, duke thënë që është një investim strategjik që do t'i shërbej Shqipërisë. Por ndërsa debati për Zvërnecin vijon, nga ana tjetër dhe opozita shqiptare mbajti një kuvend kombëtar për një ripërtëritje të Partisë Demokratike në prag të zgjedhjeve vendore të vitit 2027. Do të diskutojmë të gjitha këto, kam kënaqësinë që të mirëpres në një bashkëbisedim gazetarin, kolegun Julian Hoxha. Përshëndetje, mirë se erdhët. E nisim pak me protestën e Zvërnecit. Është parlemruar një tjetër protestë ditën e sotme në orën 18, kanë reaguar qytetarët lidhur me një projekt në duke strategjik, ashtu e ka konsideruar kryeministri Rama, madje pati dhe një deklarat për mediat në më shumë se një orë, ku deklaroi se laguna nuk preket, pra të gjitha pretendimet që janë ngritur nga qytetarët, dhe se investimi do të sjellë zhvillim ekonomik. Po për tani sur fillim, pse erdhi ky reagim i Ramës dhe pse u mor personalisht me këtë çështje? Pra, e ndjeu peshën e protestës zoti Rama që reagoi në këtë mënyrë? Dhe nuk u mor vetëm me teknikalitetet të projektit, u mor dhe me zërat kritik, përmendi dhe emrat përvetshëm. Patjetër. Përmendi aktivist, qytetar, gazetar, zotin Lubonja, ishte një nga do ta kemi pas pak në studio, protestuesit, por ajo që unë dua të them si fillim është që kryeministri Rama ka një ndjesi të veçantë kur vjen puna tek Vlora, dhe sigurisht që në këtë rast Vlora u bë të paktën një vit që po i kthen atij një resto të cilën Edi Rama nuk e ka pritur ndoshta. Sepse në Vlorë, gjatë 4 mandateve të qeverisjes së tij, Edi Rama është munduar të bëj shumë propagandë, qoftë me lungomaren, qoftë me projekte turistike, dhe në të vërtet ka pasur shumë pak punë. Gjë të cilën më në fund qytetarët e Vlorës e kanë kuptuar, dhe tashmë puna, po themi, tek investimet publike ka kaluar në një tjetër nivel, ka kaluar në nivelin e grabitjes së pronave apo marrjes së pronave. Pa dashur të ngreja akuza apo për të krijuar një lloj situate iluzive si kur mbroj njërin apo palën tjetër, dua të them që çështja e investimeve në Shqipëri është mbart shumë drejtëhije që në momentin që kjo qeveri ka vendosur që të jap me koncesion prona të qytetarëve, prona publike, pasuri nga më të shumtat për qëllime okulte, siç kanë qenë ato të lobingjeve personale të kryeministrit Rama. Dhe këtu mund t'ju përmend që nga Tigrat e Vlorës, që nga projekti i Alabarit që është para shumë i singjashëm edhe me këtë rast, të cilin tani shohim që pallatet po fundosen, apo shumë projekte të tjera, të cilat Edi Rama i ka përdorur sepse ja ka dhënë dikujt, pas të cilit fshihen disa interesa. Në rastet e, po themi, projekteve ndërkombëtare kemi kuptuar që janë kryesisht interesa lobingu. Pra që do të thotë kryeministri u jep atyre njerëzve që ai do që t'i ketë në mbështetje. Në rastin konkret tashmë është një situatë e komplikuar nga pikpamja ligjore. Pra, çështja e pronësisë, thot kryeministri dhe kompania që ka përfituar projektin apo që do të zhvillojë projektin, është pronë private dhe do të zhvillohet. Po, tha nuk e keni me shtetin, e keni me privatin. Sot ka një aksion të befasishëm, do ta quaja unë nga prokuroria e posaçme, që vjen çuditërisht. Pra ka 3 zhvillime të rëndësishme sot. Është operacioni SPAK, është deklarata e kryeministrit dhe më pas deklarata e drejtorit policisë. Dhe po e nis me SPAK. SPAK, paktën jo zyrtarisht, është njoftuar që ka nisur kontrolle, po mbledh dokumentacionin për të parë pikërisht atë që është thëmbra e akilit e gjithë situatës, pra pronësia e tokës, sepse banorët atje pretendojnë që është toka e tyre. Ka pasur tjetërsim pronash, pra kjo është zanafilla e të gjithë problemin atje. Nga ana tjetër kemi kompaninë që ka vendosur të zhvillojë projektin, që thotë që ne pronën e kemi blerë tek pronarët privat, e kemi me dokumentacion e tjerë. Dhe kryeministri në këtë rast deri tani na ka treguar që është pronë private, por nuk na ka treguar se si është marrë kjo pronë private, si është bërë dokumentacioni. Pra, kryeministri në një farë mënyrë, si në shumë raste, ka zgjedhur që të jetë, po themi, palë direkte me njërin palë. Por konflikti i pronësisë është konflikti kryesor dhe banorët janë ngritur atje pikërisht për pronën e tyre. Nga ana tjetër, ajo që është më e rëndësishme është dhuna policore.
dhuna policore, jo policore policisë shtetit, por e policisë private, është, po themi, përtej skandaleve të cilat në një farë mënyrë kanë rritur presionin që kryeministri të dalë dhe të reagojë. A ishte reagimi vonuar, Julian, reagimi i policisë, duke qenë se mund të kishte bërë dhe një ndërhyrje në flagrancë, sepse në sytë e forcave të rendit u tërhoj zvarr një protestues i cili dukshëm nga pamjet nuk hyri me forcë. Vetë policia e shtetit nuk e ka tagrin që të bëjë të tilla shoqërime. Jo më një polici private të marrë qytetarin, ta marrë zvarr dhe në sy të gjithë botës, në sy të kamerave, të qytetarëve, cilët kanë telefona shoqërisë private dhe persona të tjerë të pa identifikuar. Unë shihja se si punonjës të policisë së shtetit rinin dhe bënin pikërisht sehir në atë moment, ku dy persona të cilët tregonin muskujt aty. Dhe këtu duat të bëj një replik, jo replik, po duat që të them që edhe policia e shtetit, edhe shfaqësimi apo ndjesa që bëri drejtori i policisë së shtetit sot është e papranueshme për qytetarët. Është e papranueshme sepse unë nuk e besoj dot drejtorin e policisë së shtetit që ata punonjës policie atje kanë pasur mbështetjen dhe autoritetin e policisë shtetit, pra punonjësit e policisë Vlorës, që të vepronin apo të menaxhonin situatën. Sepse jam i bindur në konsciencën time që ata punonjës policie atje e kanë ditur shumë mirë se kush ka ardhur, se kush janë personat që fshihen pas projektit dhe se cilët janë kompanitë private dhe personat që ishin ardhur në atë lloj mënyre, sepse që në momentin e parë ata ishin persona të pa identifikuar. Pra kishin një veshje uniforme të gjithë, por ishin të pa identifikuar siç kishte kompania tjetër, për shembull Myrto Security, që kishte punonjësit e vet dhe i kishte të identifikuar, pra kishin uniformat, përkatëse të policisë private, numra identifikimi, logon e kompanisë, ndërsa personat dukeshin si persona të cilët i shohim vetëm në raste kur rrëmbehen qytetar në skena filmash apo persona bandit të cilët nuk kanë asnjë lidhje qoftë me policinë e shtetit, qoftë me punonjës policisë private. Ndaj nuk e besoj dot drejtuesin e policisë së shtetit kur na thotë që punonjësit e policisë së shtetit në Vlorë, pra të drejtorisë vendore, kanë pasur mbështetjen dhe duhet të vepronin. Pra ata e kanë ditur që nuk mund të vepronin përballë disa njerëzve që kishin ardhur aty me mision të qartë. Pra jemi në situatën ku ka një sinkronizim tashmë, kryeministri reagoi, madje ajo që më bën përshtypje është që deklaratat e drejtorit policisë shtetit ishin të ngjashme me ato të kryeministrit, pra mbrojtën të njëjtën linjë, ishin sikur ishin shkruar nga e njëjta dorë për të thënë që shiko se këtu ne kemi ndërhyrë, kërkojmë ndjes, sepse edhe kryeministri të njëjtën gjë bëri pak a shumë, duke kërkuar ndjes, u mundua të mbushte ndjen shqiptarëve, duke u thënë se do të jetë një projekt 4 miliard dollarësh, eurosh, ku do të punësohen 10.000 punonjës, mbi të gjitha dhe këtu duat të bëj një deklarat, po them sepse kryeministri na tha sot që ky projekt do të nxjisë zhvillimin e bujqësisë në Shqipëri. Do të nxjisë sepse prodhuesit vendas do të shesin produktet e tyre bio pikërisht për këtë projekt. Ndërsa është po kryeministër që sot bujqësinë, sektorin që e mori me 22% të prodhimit brendshëm bruto në vitin 2013, sot e ka çuar me 15% të prodhimit brendshëm bruto. Pra, deklaratat kontradiktore të kryeministrit nuk lidhen dhe nuk sqarojnë situatën që po ndodh. Julian, nuk ka asnjë anë tjetër të medaljes që mund t'i